Deputeti i Partisë Demokratike për Lushnjën, Sajmir Korreshi, ka vijuar edhe në këtë seancë plenare në Kuvend denoncimet për situatën në Spitalin e Lushnjës. Ai ngriti shqetësimin për mungesën e medikamenteve dhe aparaturave, duke cilësuar këtë si një problem serioz për qytetarët e zonës. Me tonë ironike, Korreshi u shpreh se po kërkon numrin e ministres së shëndetësisë për ta telefonuar, me qëllim që ajo të paraqitet në interpelancë dhe të japë llogari për gjendjen në këtë institucion shëndetësor. Sipas tij, situata në Spitalin e Lushnjës kërkon reagim të menjëhershëm dhe marrje përgjegjësisht nga institucionet përkatëse. Ore, a keni numrin e telefonit t'i thrisni asaj ministres së shëndetësisë? Se vërtet ka ikë në Europa, jo? Dhe na kishën nxjerr video dje që në Europa, por duhet i them ministres që nuk hyet në Europë pa pambuk dhe jodio dhe doreza në për spitalet shqiptare. Nuk hyet në Europë kur nuk punon mamografia në Lushnjë. Prap nuk hyet në Europë kur nuk ka eko në Lushnjë për të bërë ekzaminimet gjatë lindjeve. Se po i çojmë fjera, po na dalin lushnjarë gjithë fjerak. Nuk hyet në Europë kur grafia del si fotografi pa blic, se nuk merret vesh çfarë është Europë apo çfarë mund të jetë. Nuk merret vesh kur nuk ka ashensor për të ngjitur maternitet ka 3 lindin gratë të shkallëve. Nuk ka ashensor të pediatria ku urgjenca pediatrisë ka 4. Burrë e grua bëjnë me radhë në 2 kate se japin shpirt rrugës. Llamba jo. Pra edhe me listën e medikamenteve që pres t'ja them shumë kur t'i vi gati interpelanca. Kështu që nuk hyet në Europë vetëm se ka vënë